Sot do të shpjegojmë, është kaptina apo tema shkurtimi i namazit në udhëtim. Shkurtimi i namazit në udhëtim. Do të shpjegojmë se udhëtimi është padyshim një prej vështërësime apo një prej gjonave që njeriu ka vështërësi në udhëtim kur shkon, ka telashe, ka mundime. E Islami këtë punë neve na ka letu disa gjona. Njeriu kur del në udhëtim, se udhëtimi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hiya qit'atu min al-'adhab, është një prej pjesëve të azabit. Se kur shkon në udhëtim nuk je ujë ku me marr abdes, ka mundësi domethënë hec disa kilometra, s'kie vend ku mund dal. Pastaj autobusi kerrit mundon, ka disa pengesa, disa mundime, edhe për këtë shkak pejgamberi sa thot udhëtimi është një prej pjesëve të dënimit, domethënë të xhenemit, domethënë prej çka njeriu çka mundohet në udhëtim kur shkon. Edhe me shku me aeroplan prap kje pengesa, prap kje mundime, edhe këtë mirat me i pas edhe me Mercedes me shkue, me luksos ker, po prap është domethënë ka mundime, dush me net pa gjumë, dush me vozit, dush me pas galin udhës e kështu me radhë. Jashtë këtyre azapave, jashtë këtyre mundimeve, njeriu çka i përjeton, e pe Islami neve na ka letue disa gjona. E njeriu kur del në udhëtim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej gjonave na ka thonë se njeriu duhet me i shkurtu namazet. Duhet me i shkurtu namazet, se ti nuk kje vakt shumë me i falë edhe sunetet, edhe farzet, po edhe sunetet, por çka sunetet në udhëtim kur shkon dush me elan. Sunetin kur shkon në udhëtim, si ti bash te mezhebi Hanefi, si ti bash 90 km, atë të lejohet me e shkurtu namazin. E një vetën që je misafir. Del prej Shkupit, i ban 90 km e ze vetën dhe më të misafir, në këtë rast ti sunetet bien, nuk i falë dhe më thënë këtë rast, po edhe farzin, vend që ta falish 4 farz e falë 2 farz. Vend që ta falish drekën 4 farz, i falë 2 farz e drekës, vend që ti falish 4 farz të ikindis, i falë 2 farz të ikindis. Andaj kjo është e lehtësimi që Allahu xhalleshani neve muslimanëve na ka dhënë, apo na ka tregu se njeriu kur del në udhëtim i lejohet me shkurtu namazet. Sabahi nuk shkurtohet. Sabahi fal 2 recate sabahit. Do të thonë sa i ka sabahi ka 2 farz i fal nuk shkurtohet. Dreka vend që ti falish 4 i fal 2. Vend që ti falish 4 farz i fal 2 farz, njeriu i cili del në udhëtim, kjo është prej mirësive të Allahu subhanahu wa taala, prej lehtësime që Allahu xhalleshani ja ka dhënë mysafirit. Po ashtu edhe ikindin, vend që ta falish 4 i fal 2, akşamin nuk shkurtohet, akşami i falet 3. Sa falet akşami i falet 3, edhe falet domethënë 3 farz. Po edhe yatsia, vend që të falet 4 farz i fal 2 farz të yatsis. Andaj këtë lehtësim Allahu xhalleshani ja ka dhënë pejgamberit alajhissalam, edhe pejgamberi sa neve na ka kallëzuar, bile edhe shokët e tij Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Ali radhiyallahu anhu, edhe ata e kanë vepruar, edhe ata e kanë punuar këtë lehtësim që Allahu xhalleshani na ka treguar neve muslimanëve se njeriu kur del misafir i shkurton namazet. Por është edhe një send domethënë që u thojnë ulemaja, që shumica ulemas mendojnë që duhet edhe mu ungjit namazet, mu bashkue. Në thonë drekën me ikindin e bashkon. E falë drekën 2 edhe e falë edhe ikindin 2. Po edhe akşamin me yacien, do më thonë najherë mundet mu bashkue, me e falë akşamin 3 edhe yacien me e falë, do më thonë 2 recate. Sa bëjë nuk bashkohet. Në këtë rast, do më thonë, është ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në haç, dhe në Arafat e ka bashku drekën dhe ikindin. E ka falë drekën 2, ikindin e ka falë 2. E ka falë në kohën e drekës. Po edhe akşamin dhe yacin e ka falë në Muzdelife. Akşamin e ka falë 3, edhe yacin e ka falë 2. Andaj këto janë ato lehtësime, domethënë që Allahu xhalleshani neve na ka tregu se njeriu kur del në udhëtim i shkurton namazet, edhe i bashkon lejohet edhe me i bashkue namazet, edhe ikindin drekën me ikindin, akşamin me yacin. Këto ishin ato rregullat e udhëtimit.